Do ta nis me një kërkesë të Albit në produksion përpara se të niste programi, se të ka shprehur dëshirën për të patur një takim 4 minutësh me Ndelun. Që do të pëlqente një takim romantik me mua? Mund të thuash ndoshta, të shikosh ose jo, mund të thuash dhe po. Shohim. Shohim? Si do e shohim? Po të nxorra jashtë. Pëlqen bashkëtesa? Ke bashkëtuar më parë? Bashkëtuar, po. E fundi, historia fundit kam bashkëtuar. Për Albin është një sfidë për të më bërë mua xheloz ose një sfidë për të më marrë mua nga ty, kështu që besoj se ja që cekët sa të bësh gurshau për Albin. Delu te krimi më thash që të pëlqejnë bad boysat. Pëlqen një mashkulli që ta tregoj që është burr. Ai që mirët për shembull me punë të pista, ka shumë femna. Jeta reale nuk është ashtu, vjen keq të prish këtë moment. Kemi një klub vajzash në studio që duan bad boys. Tani Po gota. më fala, mos e dëmos kur e kam thikse në angles, atëherë mo. Ose nga Spanja. Ke folur për Albin në takim me Kevin? Kum fol edhe për Gentin. Mu më pëlqen Kevin tip. Edhe kum dash me njoftu. Trina vajzë shumë e çiltër. Është e lezetshme, shumë pëlqeu shumë muhabeti që bën bashk. U kuptoshi mirë me njëri tjetër me sy. Ai kur të arritet 40, ndoshta 40 sa, mund të ketë arritur një pjekuri dhe një kontroll apo vet zotim të qasjes së tij njerëzore ndaj edhe njerëzve të tjerë sa mund t'i thotë nusës. Nuk e mëson lirin 40 vjeç Arion. Nuk e mëson lirin 40 vjeç. Nuk janë koncepte që mësohen 40 vjeç. Në koncepte dhe momente të ndryshme. Disa koncepte duhet të kryen deri në një pikë të caktuar kur ky lobi frontal është zhvilluar. Po se kape, nuk e kap. Po jo, Zhaku, jo. Po jo gjithmonë kështu sepse i bie që një njerëz që nuk është zhvilluar 40 vjeç Arion nuk mëson dot bësh njeri 40 vjeç. Ka njerëz që kanë mbaruar shkollën 60 vjeç, Zhaku. Po njerëz kanë qenë ata Arion. Njerëz kanë qenë ata Arion dhe s'kan pasur mundësi ta zhvillonin përpara. Njeri 40 vjeç nuk bësh. Janë sa gjëra që duhen mbyllur pak më përpara në jetë. Ku më mirë një djalë sinqert që e flet edhe që unë konceptoj problem si ti. Më mirë e flet një problem që ka apo një lloj mënyre në një lloj mënyre po nuk po shpreh problem sinqert. Atë që ai mendon edhe pse ne e konceptojmë si problem. Sa një që thot, si kam dëgjuar që për mua mund të bëj çfarë do dhe del po prapë si ai. Me të njëjtat mendime. Më mirë gjykoj atë që të mbravo çon të pak një sinqert. Pra, më mirë një djalë që është toksik po jo gënjeshtar, sesa edhe një toksik edhe një gënjeshtar. Bravo, qoftë Kevin dhe Katrina, bravo ti Kevin, na futën në sherr Arionin dhe Zhakun. Jo, mos e në sherr fare. Ne 99% të koncepteve kemi mësoj, po kemi edhe ato gjëra që s'biem dakord. Unë jam një produkt i këtij mentaliteti. Po shpeshtohen javën e fundit më duket. Edhe një herë. Unë jam produkt i këtij mentaliteti, i rritur në Itali, po shumë gjëra i mendoj dhe unë si ata, se s'jam i kulluar, jo. Javën e fundit po shpeshtohen, kundërshtit me si të dy. Do ndjekim pjesë e dytë të takimit, edhe vazhdo me komentin në studio. Nëse Kevin, kallëzëm në gjë tjetër për ty se nuk na ka rënë edhe shumë më njoftum. Çfarë gjë do ti me të kallëzu unë aty? Nuk e di, unë veç e di që nuk i ki qef diskotekat për femën që i ki 24 vjetë edhe që ke emrin Kevin. Nuk e di, me qa mirës, qa bën kohën tonë të lirë. E kam thonë që kam shumë qef sportet, merr me shumë aktivitete. Për shembull, kam qef të artet marciale. Kam dëgjuar që edhe ti e marr me sport, futboll, sa bëjmë. Futboll edhe palestër. Futboll edhe palestër. Shumë mirë, për qa pozicioni ke pas? Sulmuse. Sulmuse, e? Qa thua? Kështu je gjatë, që je, edhe për tjerës dhe ishte keq. Unë kam qenë sulmus me thonë drejtën për vete, për nej. Seriozisht edhe ti? Po. Shtë edhe debatet e tua po janë qashtë? Janë ashtu sulmus, e? Godas. E kam në ditë me shumë shtres, mu më vynë sporti me hik. Po pra edhe. Kur e kështu thjesht sa me nxjerr ato humbësh atje dhe loja kështu. Po. Me udhërsit shumë. Ka ki disa sporte ku manesh me hek stresin. Si? Qa sporti? Qa sporti është kja? Se hyrën temën, interesante. Ku shumë pëlqimit e tua atë në studio? Si shtash mu më shumë të një femër, më pëlqen karakteri dhe prandaj kam ardhur për të njohur gjitha. Kush do më ngjisi më shumë pastaj? Po. Atë do ta shikojmë. Kush pëlqen më shumë fizikisht? Më shumë fizikisht.
Duhet ta mendoj mirë këtë gjë sepse aty me vërtet ka shumë vajza të bukura, të gjitha janë shumë simpatike në trup, edhe në fytyrë. Thuaj lirshëm. E kuptoj, por nuk po arrit, domethënë s'm vjen mua që ta them për shembull këtë gjë, nuk dua ta shpreh si gjë këtë. Mu po më duket që përgjithësi që jep shumë si diplomat Milan të gjitha opsionet hape. Gjë e mirë ti është diplomat, pse? Do më bëzë Zvicra atë. Kë ke pëlqen më shumë aty në studio? Qërëm, për Gentin, kam shumë tërheqje fizike. Po. Amo më duket pak si babgjysh. Që do me thënë babgjysh? Qësh më thonë, është pak boring, apo kupton? Më duket djali mirë Gentin. Nuk qërë vesh pak, djali mirë është edhe i sjellshëm, po për tipin tem. Po, nuk është për tipin tatë, e kuptoj. Nuk e di, a mujna më përshtat se me karakter. E pash edhe unë nuk është se nuk keni më shumë për të përshtatur. Edhe në muhabet, për shumë. Se për shumë ne bashkë bëjmë muhabet mirë. Po. Përshtatemi, as përshtatemi në fund, bëjmë, as bëjmë, ne prapë muhabeti mirë ngelet, më kupton? Po. Shok dhe shoqe jemi, apo ja? Po, kësa në është për rëndësi. Fakt, për Olvin, kam pëlqim. E the dhe studi që kishë pëlqim për të dy, edhe për Gentin. Po, ama për Olvin kam pëlqim deri sa të hap gojen në studio. Tane mo fikat për që. Që ke qef më shumë djemët kur flasin shumë, apo kur flasin më pak edhe janë më... Qëre, unë i kam qef meshkuj që kur hinë me një dhomë, po. Edhe kur nuk flasin kanë kështu aura, a fe kuptan? Ata japun a këtë ndjesit pakën? Në fakt, po. Po, bëhet qefi që. Nuk kam qef që meshkujt të nkuan folin për validation edhe vëmendje, apo kuptan të gjana shumë. Më dukin se femna tani. Pas unë s'kam shumë qef kështu, për shembull, kur flasin vetëm për veten, më kupton? Femna ta meshkujt. Pa flasin për meshkujt në për rast. S'kam qef shumë, më mirë një person që i di se qa ka, edhe nuk lodhet shumë ta shpreja atë gjë duke ditur se aje di vetë këtë gjë, kupton? Po, jo, për mendimin ta... Dhe kush arrin ta kuptoj, pastaj arrin ta kuptoj. Kush s'arrin ta kuptoj, s'është nevojë që ti të shprehesh, jo unë kështu, jo unë ashtu, më kupton që për ta? Po, jo, edhe për mendimin tam, për deri sot të din kush je, edhe çka ofron, ti nuk i nevojë me provu me bind njerëz tjerë, apo kupton? Po, kuptoj që do të. Se për ashtu je ka provon edhe me bind veten. Po. Ma shpjegoni pak se si mundet dy sulmues të funksionojnë në jetën e vërtet, jashtë sportit. Meg, këto bëjnë autogola, nuk bëjnë gola. Sulmuesit duhet bëjnë gola, këto s'bëjnë gola. Sulmuesit bë golin edhe s'ke çaj bë. Se kam me ty, jo, nuk e kam me ty, kam me Ketrinë. Po pse ke frika Kevi, ti pse se ke me Kevin? Po jo, më të keqen, jo, çat frike me Kevi, Kevi ka akoma atë procesin për t'ju rregjë lëkura këtu në përputhën, po momentin që i rregjë lëkura, atëherë mund të argumentoj apo të bisedoj. Kurse nga ana Ketrinës. Se do ma bëj njëri atë gjë, apo e njëjta është e deja vu e njëjta, domethënë del, më fal se kom akuzuar Andrean që është i njëjtë me të gjithë, po Ketrina është e njëjtë me të gjitha. Ku jam e njëjta me të gjithë? Diplomat si Zvicra, po dhe ju që shtë gjithë tjene kur ju pyte kush për pëlqime, nuk e tregani troq se do një mi hop opcionet. Te publikisht Ketrina pranon që vdes për Albin. Jo, nuk kom thonë që i vdes për ty. Dhe në takim thu që Albin momentin që hap gojen, mikën pëlqimi. Po qashtu është? Vërtet të saktë ka. E di pse nuk është mendimi i saj. E di pse është mendim kaq fiktiv i Ketrinës. Se kanë komentet e njerëzve në YouTube. Po jo, Albin. Unë jam antagonist. Ja, unë si lexoj komentet, për shkak edhe unë kur hap gojën ti para Ketrinës edhe mua nuk më pëlqen. Unë hapa gojën para Ketrinës, po u puthëm. Jo, çe, a dim pse. Është i diferencë shumë. Albi kur ka hi mrena për puthën, Albi kur ka hi mrena për puthën, deme në kohë saktum o ka njerit. Ti kur u bë kafsh. Sinqerisht të them. Pse o ardh këto, o ka një kulturum, o ka një sjellshëm. Për shkakun kur u hi mrena për herë të parë, kur ka bë takim 4 minutë, o ka njeri. Unë si që me shkëfemra. Nuk e di, i ka hyp vëmendja në qef, o bo, unë, me ta shpif. Po unë flas unë, se unë jam unë. Me ta shpif, ama prapi ke qef. Albi nuk flet në vetën e tre, si qlesi si flasin tjerët. Jo ma qëtan që kur e hap gojen. Unë jam gjithë tu, unë jam gjithë.
Ta kom thonë, nëse nuk jeni të gjithë, nuk është e barabat loja kundra meje. Por ti, një qa thu një puntat nuk e thu në tjetrën. O gocë e dashur, nëse vdes për Albin, thuj, unë vdes për Albin në çdo aspekt. Nëse nuk vdes për Albin, mos më dil mund takim aty duke përdor Kevinin, e ti thuj që unë vdes për unë, e kom qef Albin, po sa hap gojën. Kjo gojë të debaton, të argumenton, madje dhe patja të kontaktin fizik. Besoj se është unë përdor mua. Pendove ti, u pendove. O Albo, zbesoj se është unë përdor mua. Jo, në Frenza. Në gjanë keqë, sikur po më përdora e mund, kupton që do e kuptosh më vonë. Po do të kuptosh edhe ti mua, kupton? Po pra dakor, po do e kuptosh më vonë, se shiko, të reqe fizike Ketrina ka këtë gjithë. I ka shku Gendit, i është edhe në qafë për herë. Pavarësisht se jam si bab gjysh. Ne pastaj i thot baba gjysh. Ne u put Ketrina me muk, ne i thot që Albi më përdori, më manipuloj, po tjera gjëra dorën më mbrapa. Pse shqetësohesh? Ai ke që kisha super pëlqim. Ai rregull. Më mirë, prit më të marroj. Me Andrean kisha super pëlqim, Andrej dha i hudi javës tjetër. Unë të rishim nga Andrea, sepse Andrea ka akoma pëlqim për Rebekën. Marroj këto sfidat, do i dhe dhe Aldos. Puna është Aldos i qiki shkurtë dhe thuj që ajo po përdor Kevinin dhe gjaj una sikur unë se di që jam të boa, kupton? Është si me thonë, unë me fillu me folë dhe me në emrin tata, kupton? Po do flasësh në emrin tim se jena pjesë e këtij formati. Jo, një mendim po përdor Kevinin se është gjë bukur. Po mirë, Kevin. Po pra prandaj po them, kupto dhe mu, çfarë po them. Po dakor, por mos me në dhe logjikën time, a kupton se unë jam naiv. Shu pra prandaj po them se shiko, Albi është etiketuar në mënyra të ndryshme. Çfarë do thot Kevin se jam naiv? Çfarë ke vënë? Po që nuk i haj lërat pra. Nuk bie pre. Unë kupton, unë di shumë mirë gjona. Po ti ndjen që po luhet një lojë? Si? E ndjen ti që po luhet një lojë? Luhet apo s'luhet lojë, unë jam aty ku jam edhe jam shumë rregull me ato që po bëj. Nuk ndjehemi shqetësuar në asnjë moment. Po në çfarë pozitash jeti? Se në mos gaboj, ti para disa puntatash, mua më ke thënë që nuk të, jo, e ke komentuar kur kemi qenë duke ndjekur një takim. Pse s'është dukur normale që të përmendet emri një djali tjetër kur ti je në një takim, apo jam gabim? Po. Kjo ka ndodhur me ty, po. Po e pyeta unë atë. Po, ti e pyet atë. Dhe ajo të thot, Ketrina të thot për Genti dhe për Albin. Na e ka lënë të kuptojmë edhe në studio dhe ty në takim që i është rikthyer një ndjenjë për Albin. Po ajo e pranoi që në studio, atë kështu që unë të ndihesh. Nuk më shqetësoj as pak, se unë e pyeta vetë. Tani unë e di. Ti vetë kur ja ke thënë Ketrinës, nuk e pritur që ajo do ta thoshte në sy. Jo, unë e pyeta vetë, normalisht. Unë e pyeta vetë. Ajo e tha në studio s'mund ta mohoj atë gjë, më kupton? Ky nuk ishte një provë nga ana jote. Tash si funksionon logjika ime është gjë tjetër. Se nuk po e kuptoj. Pse do ti të ta ripërsëris atë që tha? Po unë kom pyet çfarë pëlqime ka. Tanë edhe kjo normal që të shkoj biseda. Pastaj si përgjigjet ajo e shikoj unë dhe i mendoj unë gjërat më pas, më kupton çfarë po them? Si i mendon ti gjërat? Duke bazuar te ato që kanë folur më përpara, besoj se ti më kupton. Po mirë, a ndihesh ti i rrezikuar o Kevin nga Albi? Jo, nuk ndihem rreziku në asnjë moment. Jo fizikisht, jo se do ngriheni do ziheni, ja ndihesh i rrezikuar për Ketrinën. Në asnjë mënyrë. Pra ti nuk ndjen që Ketrina mund të shkojë një moment 100% tek Albi dhe të jetë fokus vetëm Albi. Kam dalë pension. Unë se kam marr Ketrinën nuse. Ajo këtu është për të njohur tjerët. Pëlqeu Albin, pëlqeu Geni, pëlqeu dikë tjetër. Në takim dhe i ke thënë në të lutem në asnjë moment mos diskutojmë për djem tek tjerë. Si? A ke qenë ti në takime në Adën kur kanë qenë Buzdetit, NATO, që i ke thënë nuk më pëlqen të flas për djem të tjerë se Jo, i kam thënë Antonit. Si kam thënë në Adës. Po, ka bërë koment në një takim tjetër. Ketrina, dua të të pyes për diçka. Ti, në momentin që del në takim me Kevin, i thua Kevin që është djali, fizikisht është tipi djali që ty të pëlqen më shumë. Ka flokët brun, ka tatuazhet. Pastaj të pëlqen se Kevin është djali misterioz, dhe ti ja thua këtë. Ti lexon për te Kevin, të pëlqen që Kevin është fjalë pak, po kur flet thot gjën e duhur, të pëlqen që Kevin kur flet me ty sheh përmes teje, jo vetëm ato që ti artikulon. Paralelisht me këtë, ti thua Kevin që të pëlqen Genti dhe Albi. Pastaj rikthehesh sërish tek fakti që ty të pëlqen Kevin dhe energjia që Kevin përcjell dhe mënyra se si ju të dy flisni me njëri tjetrin. Pse e bën këtë? A është kjo një formë manipulimi e jotja për ta mbajtur Kevin nën presion që të ndjej ato gjembat?
a më pëlqen Ketrina, po mua Ketrina më pëlqen, pa jo pëlqen edhe Gentin dhe Albin, po ndërkohë më pëlqej ka dhe mua, dëshiron që ta fusësh Kevin në këtë vorbullën tënde tek trekënd që Genti, Albi, ti bashkohet edhe kjo hyrja e re? Unë jam orë këto me njoft qunat, unë tash nuk fokusona fix të njani, edhe prej fillimit nuk e kam bërë këtë gjë. Me Albin e kam në thajza në të kalume. Për Gentin kam thonë kam tërheqje fizike. Edhe monet me ndodhë që e pranoj që e kom përdor Gentin pak për me bo Albin gjelos. Që me Gentin nuk kom fazit të shka... Okej, unë ka pëlqy, por nuk është që... Nuk është so vrapa se i kam kuptu gjitha ti kam thonë. Ja. Ma pa ti thonë edhe mu këtë gjatë takimit. Një pjesë që më thaj që unë kam tentuar kam bërë ka stile këtë gjëta. Po jo, a din çfarë në aspekt ti për mu bab gjysh? Se në qofë se ke dyshim që jam bab gjysh, po mund të ta shoj kuriozitetin për çfarë na sjell. E kaç kuptove qëre. Unë jam në të... Mos e marrë shumë personale. Nuk e mërë fare personale, mërë për personale që t'kam shfrytzuar. Personale, mërë për komshire. Personale. Po pse? Qëre, je i qeshme, ty bëjmë sa shumë, nuk është që t'kom përdor për këtë gjë. Flas për çunat mos qeshni, nuk ka asgjë për qeshur. Gente, të sjell pak me këmbë në tokë, po. Cila është situata jote tani? Sa takime ke bërë me Ketrinën? Sepse nëse është e vërtetë, kjo që Ketrina po thot tani, pra që ajo e tha, pra është e vërtetë që Ketrina të ka përdorur ty për të bërë xheloze Albin. Kjo përdorje ka vazhduar për një kohë relativisht të gjatë. Ka qenë tek festa, ka qenë në takimet tuaja, ka qenë në studio, e ka thënë vazhdimisht, unë dua Gentin, unë dua Gentin dhe qëllimi i saj, me sa duket, pas ka qenë për të shënjestruar Albin. Edhe tha që do martohet me Gentin. Mund të them edhe diçka që dole që përdoret. Të kthem te një koment edhe i Zhakut që ka thënë që ajo nuk di dhe çfarë do dhe gradualisht i shikon gjërat si kanë shkuar dhe i përdor si kur e kam përdor ose jo. Mbas edhe është treguar shumë e zgjuar dhe na ka përdorur. Po që sido që tjetë unë këtë karamele se ongra se e dia, prandaj jam i stepur dhe e shikoj gjonat. Kështu që fat të mbarë. Karamela shumë e shëshme u kanë për ty. Genti ti e ke patur, ti dyshimin, Genti e ke patur për Ketrinën. Patjetër që po, unë kam thënë është një det që por njëkohësisht nuk mund ta mohojmë që thellë brenda vetes ke shpresuar që kjo nuk do të ishte e vërtetë. Pra, fakti që Ketrina kërkonte një lloj kontakti fizik me ty dhe ti nuk e ke bërë, është sepse doje të kishe më shumë siguri, doje të vërtetoje disa gjëra, por thellë, a mund të bijem dakord që ti nuk e ke pritur, pra nuk e ke dashur? Jo, nuk e kam dashur gjë tjetër, nuk e kam pritur, unë e kam pritur. Që nuk e kam dashur, normalisht kush do të përdoret në fund ditës. Është në fakt e rënd, Zhaku, nëse do t'ishte Ana Sjelta, kam përshtypjen do ishim duke e sulmuar shumë autorin. Do ktheheshin në njëjtat kora që Albi tërheqja fizike nuk u kanë gënjeshtër që kam për Gentianin. Patjetër. Unë e kam thënë radhën e kaluar dhe i qëndroj asaj gjëje dhe i kthem asaj që tha Genti, që për mua Ketrina është shumë konfuze, nuk e ka shumë të qartë çfarë bën. Dhe kur erdhi këtu në fillim ka thënë gjithmonë që për Gentin po ka tërheqje fizike dhe ka disa muaj që thotë që i pëlqen Albi dhe ne e tham që Gentin po e përdor për të rikthyer te Albi. Po prapë mendoj që ajo është konfuze, që se ka të qartë. Po lajt të iden që po e kam shfrytzuar, e kam përdor Gentin për t'i rënë për t'i Albin apo për t'i rënë në sy Albin. Se nëse do ta kishte thënë Albi këtë gjë, ne do ta kishim kryqëzuar Albin. Nuk është okay fare. Do ta kishim vendosur në qendër dhe do ta kishim quajtur me domate. Ore, nuk është okay që vajzat të shfrytëzojnë. Se kur e bën një vajzë është okay? Po më lër të mbaroj, pra. Po doja ta thoja bukur. Barazia gjinor. Sikur këto zonja u deklaruan çfarë që kanë ca kërkesa dhe unë dola në mbrojtje të këtyre djemve këtu sepse mendoj që e meritonin që të respektoheshin, të njëjtën gjë bëj edhe në këtë rast. Pra, rikthehen fakti që për mua Ketrina është konfuze dhe nuk e ka bërë me vetdije, e planifikuar strategja Ketrina, e cila për 3 muaj planifikon se cilat do jenë lëvizjet e veta të shahut që të arrite Albi. Jo, nuk e mendoj kështu. Në një gjalma Ketrina është e vërtet. Në pëlqimet e saj gjithmonë i ka thënë sepse i ka pëlqyer. Dhe Ketrina është një nga ato vajza, Ketrin ndjesë, po ky është mendimi im, që është e hapur edhe ndaj poli dashurisë. Nuk është një njeri i cili dashurohet kokë këngë me një individ dhe bie aty dhe nuk del më nga ajo dashuri. Ketrina është një vajzë që ka syt hapur dhe kur ka thënë që më pëlqen Genti, nuk e ka thënë për të përdor Gentin edhe pse e ka përdor për të rënë në sy ty.
që nuk e ka pëlqy 100%. Do me thënë, një simpati, një bazë njerëzore, një pëlqim si ka lëp, ajo e ka patur. Madje mund të shtoj edhe që ishte hapur, që nëse ai do ta bënte për vete, ishte hapur dhe ta folonte ato fjalë. I mendon Ketrina apo po i vendosim ne në gojën e Ketrinës? Atëre, ta shpjegoj edhe unë. Sepse Ketrina vetë tha, unë e kam përdorur urgentin, më fal vetëm këtë. Ketrina vetë tha, po për të loj për flasim, pra Ketrina vetë tha, unë e kam përdorur urgentin për të arritur tek Albe. Patjetër që nuk mund të mos e pëlqesh Gentin, s'është alamet çuni, por nuk na intereson kjo, është ajo që Ketrina vetë e nxorri nga goja. Pra sa do ta po e ka përdorur me vedije të plot, po me bazë pëlqimin, që do thotë nuk do të përdorte dikë tjetër në të njëjtën formë. Logjika e më pëlqen ky djalë ka qenë prezente, por e ka parë që ky djalë nuk i ka dhënë në këmbim atë që ajo donte dhe automatikisht atë që ka nisur si pëlqim e ka shfrytzuar për të shkuar diku tjetër. Po njëkohësisht është edhe shoku i Albit. Ai mund të jetë përdorur, ai mund të jetë po prapa, atëherë ai prandaj nuk është çdo djalë tjetër dua të them, sepse ajo po përdor shokun e Albit. Të presë saj. Shoku madh, të bësh një shok duhet të hash një thes me krip gjigant, një 10 vjet. Mënyra se si ata të dy na vinë çdo ditë në program, edhe si funksionojnë të dy si dyshe. Pra për aq sa mund të jenë shok në këtë program, ata të dy janë deklaruar si shok në këtë program. Këta u tërheqën veç pak. Me pak fjalë të dy këta djem nuk kanë më besim të ty dhe të deklaratat e tua. Ti ke humbur besueshmëri në sy të këtyre dy djemve. Dhe nëse ty vërtet jo vetëm, edhe okay, po nëse po i referojmë tyre të dyve me që sepse është një vajzë që është e gatshme për polidashuri. Hajde hapim WhatsApp group tash e flasim gjithë bashkë. Polidashuria është një njerëz që është i aftë apo ka hapësirë në zemrën e saj, po edhe fizikisht, ndoshta nuk e di na i thot Ketrina, për të njohur dhe për të patur ndjenja për më shumë se një djalë njëkohësisht. Ketrina është 21 vjeç, nuk e ka pasur një marrëdhënie të vërtetë të gjatë, afatgjatë në jetën e saj që Ketrina të thotë. Po mirë, unë gjykoj çfarë shoh. Unë nuk e mendoj ashtu, e shoh prapë si një vajzë shumë konfuze që nuk di çfarë do dhe i bën lëmsh gjërat në jetën e saj dhe kur merr një vendim e sheh që ka gabuar dhe merr një vendim tjetër për të rregulluar gabimin e parë dhe merr edhe një të tretë dhe bën një lëmsh të madh. Kemi një shprehje në Shqipëri po thuhet në ekran. Pastaj kur e thot të vërtetën e vë shumë vonë ajo e vërteta që është thënë dhe gjërat janë bërë lëmsh dhe tani jemi në këtë situatë ku kjo vajzë nuk besohet më për deklaratat që bën dhe ka dy djem përpara që i kanë bërë blok. Është 21 vjeç, unë s'do doja ta kryqëzoja. Albi, je ndjeri provokuar gjatë kësaj Veç pak, Albi thot që u tërheq për me komplet a herën e kalume, thë që le të fiton ai që është më i miri kundër shokit vet. Ç'a do ti tani, se nuk po të kuptoj Ketrina, ti do të shajë të flet. Jo, unë kam thënë, të rikthehet një rrugtimi me ti apo jo, sepse nga njëri thua të pëlqej, nga ana tjetër e sulmon. Tani ai budall nuk Albi nuk thot atë që Ketrina do të dëgjojë. Nuk kam thënë që është budall. Atëherë nëse Albi prandaj e pëlqen e ka sfidë. Mos e trajto si budall, se ti nuk mund të presësh që një djalë të ketë pëlqim për ty. Nëse ti gjatë gjithë kohës e sulmon dhe thua që kur hap gojën ma shpif apo nuk më pëlqen, më bie komplet. Po, e kam shpjegu pse. Po pra, po nuk mund të presësh që të kthehet nga ti. Po, jo. Unë e kom thënë, mu nuk më pëlqen fakti që më pëlqen Albi. Të ka qef sa nuk e manipulon dot. Gruaja do një burrë që nuk manipulon dot. Shumë ka thonë dhe mu, po ka dëgjuar gjithë. Te ka dëgjuar dhe Shurdhi, o Zhaku. Nuk është aty te ka dëgjuar dhe Shurdhi. Edhe ka pa dhe i verbuari, po. Albi. A përshet që kjo është të shka, qërë, këzina kom pëqëm për mu. Unë jam ato meshku që jem suti që të vinë nga mbrapa, unë kam atë territorin tim që e kujdesem, bëj kopshtin, e lullzoj edhe investoj për atë gjë. Unë nuk mund kujdesem do të për një farë në thonjza që nuk lullzon. Te, adin shka, adin ku investon që të nejt me hotline tonin, me krejt gocat e përputhën të nejt të natën telefon. Albi. Po, jemi. Arri me gjithë gocat e përputhën të natën telefon? Unë jo. Je ndjeri provokuar nga Ketrina gjatë kësaj kohe, Albi. Albi, je ndjeri provokuar nga Ketrina gjatë kësaj kohe që kemi parë me Gentin? As pak, jo. Pse reagon kështu karshi Ketrinës? A ka funksionuar tentativa e Ketrinës për të të bërë xheloz? Dhe dua që të flasi Albi, jo egoja e Albit. Megi, ta kam thënë disa herë, tek Ketrina nuk është pjesa egos. Është qartësia, edhe qartësimi i asajt. Genti nuk e kam parë kur si konkurrencë, por në mënyrë indirekte. A je sigurt që se ke pasë konkurrent? Se më pyeti mund, nuk pyeti. Po në ty po të përza i sigurt. Pa pastaj ta përgjigje mund, pastaj po t'i jap përparësi me. Te Ketrina. Po me disa biseda që i kum pa gjithë me Albin, e kum kuptu që i vetë me mashkull këtu mrena, sa është para hyrjeve të rejave,
e kom kuptu që veç Gentin e sheh si konkurent. Albi është në mashkull që ka qef me kanë dhe alfa male. Fakt edhe Genti është, po Genti nuk është i fletë shumë, që ata Albi prape ka këtë Mirë, vend. faleminderit, kjo ishte kompliment nga ana jote. Faleminderit. Jam alfa nuk është se mund të shkoj edhe tek omega. Po jo, Gjithsesi Megi, të t'ja përgjigjen asaj sepse kjo merr vëmendje dhe në fund ditës boj vrim në ujë. Pjesa e egos nuk është tek ego me Ketrinën, është tek qartësimi im që e kam qartësuar dhe më përpara. Unë jam provokuar nga Ketrina në mënyrë indirekte ose në mënyrë direkte duke ofenduar, duke u thënë që shikom ka përdor apo më ka manipulu, por nga ana tjetër në fund nuk doli Albi duke tregu publikisht që unë kam pëlqim ndaj Ketrinës. Unë thash nuk kam më pëlqim ndaj Ketrinës edhe i mbetem asaj gjë, kurse Ketrina e ndryshoi. Sepse nuk i eci mirë vajin lakra, se shkoj mbas meje shkoj tek më fal, ku shkoj tjetër? Ku shkoj? Andrea më duket. Ke Andrea. Pastaj shkoj te Genti, nga Genti do më tha më vonë që do ike ke Aldo, anashkaloj Aldon, shkoj te Kevini, më vonë kush e di ku do shkoj ke Flori që ka ardhur, kështu që gjitha llafet jam aty ke Zhaku që thot Zhaku, nuk kam më besim jo vetëm në sytë e mi apo të Gentit. Kjo është arsyeja pse ti e tërhequr nga Ketrina? Jo. Po cila është? Që muhabeti që ndodhi me Ardin atëherë, që shiko pranon atë arktimin midis kësaj dhe Ardit që, shikom, dile 2 herë ti me Albin, edhe pastaj Lije, që thashën është një person nga jugu, kupton? Nuk është verifiku nëse është Ardi apo, po pak rëndësi ka, domethënë që atëherë unë vendosa që shiko, ti nuk je për mua goc. Unë jam një person që nuk du drama, nuk du... kategorik jeti pas asaj? Po, shumë kategorik, jam shumë i vendosun. Unë e di kur është po, e di kur është jo, edhe e di kur është ndoshta. Dhe kur është ndoshta marr një proces për ta ndarë, ose është po, ose është jo, nuk qëndroj tek ky proces. Veç të gënjeje. Veç të gënje, sa shpesh jena zina për para. Kjo ishte pika ime në fjali. Po tani të tregoj drejt shukon, Si është pika jote, është realiteti jot, ky është realiteti im. Realiteti është në biseda në WhatsApp. Edhe prap ma dhe mu vëmendjen, ndërkohë që jem me takim me Kevinin, kupton? O Kevin! Qa po diskutojnë? Po ti më di Kevin. Vepse ti prapë morë edhe ta ka dhënë Megi se edhe Gentioni nuk e mori se edhe për Gentionin kum fol. Je ti që përmend emrin tim. Edhe emrin e Gentionin e përmenda. Po pra, unë kam më shumë lafologji. Po edhe qasë, si kur që thashë te ju thu krejve që bojnë laka, më të jaj që bojnë ma shumë të laka. Kevin, ndihesh i përdorur dhe ti njësoj si Gente? Jo. A je i lumtur, a je krenar me veten që e hape këtë linjë diskutimi me Ketrinën dhe gjithë vëmendjen e takimit tënd dhe mori Albi? Vëmendjen ta marri kush ta marri, unë me logjikën time e kam formuar kësaj gjëra. A kupton? Po ma thuaj 2. Po pra, ajo thot që s'ka qef mos me ikin klub. Po? Thot që ka pëlqime për tjerë, unë prap kam ardhur për të njohur, kështu që unë s'do të thotë që do përputem se s'bën edhe, dhe nuk shqetësohem. Pra janë deri tani 2 të këqija, po mi rendit si 2 element negativ të Ketrinës. Të gjëra do me thënë unë si kam qef dhe i kam thënë publikisht. Që sërse ka nevojë. Pra e ke marrë shtruar, nuk po nxitohesh. Shtruar. Mirë, të pyesim pak Florin. Megi, edhe unë kisha një mendim për situatën. Po. Nuk jam as pak me mendimin e Zhakut që tha Ketrina është konfuze. Jo, më fal. O Zhaku më duket se këtyre i kanë thënë po kundërshtuat Zhakun. Nuk jam as pak dakord. Jam pak dakord me mendimin e Aronit që tha mos luaj në televizor. Aronit, më fal. Po, Aronit. Ketrina po bën një lojë të rrezikshme, mos thënë pisët. Ky është mendimi im, ndoshta jam i gabuar. Vazhdo thuaj mendimin, nuk e pse justifikohesh. Po përdor 2 djem tjerë, më fal për termin, po s'kam çat them tjetër. Po përdor 2 djem tjerë për të dalë te Albi dhe po luan televizion. Kjo është për mua shumë e rëndë, sepse të luash televizion, dëgjova pak fjalën e Arionit që tha, është e rrezikshme. Se të luash jashtë ndoshta prej solit të më përmane Olin, mo. A dhe dikton ka sinqerisht po thash. Është mendimi im, s'ka problem. Jo, Andreju po të pyes, si shkon te Albi duke na përdor ne? Besoj se normalisht, ajo më fal. Sa gjë për mua, kupton?
si shkohet ke një mashkull tjetër, do ta bëj xheloz për shkut të Albi. Se ty nuk ndihet fare xheloz. Po mima ajo është po ja shpif. Shiko, ajo është puna e tij. Atëherë Ginte, pjesën e Ketrinës Albi të lutem nuk e diskutojmë dot sot, se fakti është që Albi hidhet përpjet sa herë Ketrina ka një takim apo një diskutim me njërin nga dje. Megi shiko pak lutem. Albi të lutem. Megi ta mbaroj mendimin deri në fund. Ishte momenti i dhuratës. Lori, po. Ta mbaroj mendimin deri në fund. Ajo është çapo bën Ketrina për mua, syrin tim, mendimin tim, pastaj se si thotë është gjë tjetër. Ajo është gjë tjetër, pjesa Albit i intereson, si intereson, bëhet xheloz, ai ashtu e ndjen, domethënë ashtu e ndjen luaj se kush të butimin e mirë ashtu e bën. Pastaj ja fut me not, pastaj merr një surf. Jo, për mua Ketrina nuk është për mua Ketrina nuk është fare konfuze. Nuk e përmend Albin as për takime, as këtu në studio, se diktom kartë puna me të. Po vetë ke përmend. E disi ton arabët që mos ta thonë. Jo, nuk po duam e di. Alhamdulillah. Hajde ska, mos faj ashtu se ti vdes për vëmendjen tam. Unë do jena punë ty, oh my god, ti e kom të mor këtë molli. Alhamdulillah. Mua pëlqen këto. Albi, mos u bëj më karizmatik. Jo, a di çka kë Kevin. Çfarë premtim? Që nuk do flasim më kurrë për ty. Prandaj thash alhamdulillah. Sinqerisht, si moshkull, po ma shpif. Si shton arabët, alhamdulillah. Alhamdulillah, habibi. Kthehemi, shkojmë tek pjesa e tretë e takimit, ju rikujtoj që jemi tek Kevin dhe Ketrina, jo tek Albi dhe Ketrina, dhe pastaj e diskutojmë program. Por para se të shkojmë atje, kam një anoncim. Të lyesh shtëpi nuk është thjesht një zgjedhje estetike, por shumë më tepër. Shtëpia merr frym bashkë me ju, prandaj duhet një zgjedhje e zgjuar edhe e shëndetshme. Me Rally Color ju zgjidhin jo vetëm cilësinë, por edhe shëndetin e familjes suaj. Bojra ekologjike, antibakteriale, pa aromra të prakëndshme, sigurojnë një cilësore dhe larg kimikateve, mykut dhe alergjive. Bojrat e Rally Color janë miqësore me ambientin dhe pa asnjë ndikim tek fëmijët. Zgjidhje estetike dhe shëndetshme për familjen tuaj. Rally Color, bojra ekologjike. Ndjekim pjesën e tretë të takimit. Po qatë vlejës ty, se Kevin? Për shembull, një veprim, një femër. Sjellja, veprimi, karakteri? Më des për shembull që një femër është elegante, edhe nuk flet të kudo, të dëgjon mirë. Okej. Kur është simpatike, syt, buzët, format e trupit, të janë disa gjëra që mua më pëlqejnë te një femër. A të pëlqen ti kështu adrenalina dhe çmenduria? Adrenalina, po normal që më pëlqen adrenalina, nuk shtyhet jeta pa adrenalinë. Seriozisht e ke? Po, normal. Kjo gjë është shumë mirë. Ke qef e bo aventura ti për shembull me adrenalinë? Po, më shumë më pëlqen adrenalina. Familja jote çfarë mendon për hyrjen tonë këtu në përputhjen? Fillim nuk është se kishte një qef madh që do futesha, po pastaj u mësuan me idenë edhe s'ka problem, nuk është problem për ta. Normalisht që më prezantoj veten time këtu dhe për sa ku jam në rregull, edhe ata janë në rregull. Për sa e kompone për rrjetet sociale ty të kanë prit mirë? Po, mirë më kanë prit, mashallah, mirë më kanë prit domethënë. Po ka pasë normalisht që do ketë gjithmonë persona që do folin mbrapa atyre celularave, kupton se përballë nuk besoj se do e bënin këtë gjë. Edhe nuk du që të merrem shumë me atë pjesë. Kupton se i bi me lodh kokën tate. Ka njerëz që ki gjithmonë, po ka për shembull që kanë hapur edhe fan page për ty. Po e kam parë që kanë hapur një ca, kanë bërë një ca video dhe me thonë drejtën edhe kur i shoh vet habitën. Them a thu dhe nuk e pres, as zet, se s'jam mësu me këtë gjë. Për lidhjet e tua? Për lidhjet e mia. Po. Misterios. Me sa kam dëgju, unë e ke pas një lidhje? Po. Po kështë... Nëjse edhe që dukesh pak në pamje, ama prapë se prapë do me ta bërë këtë pyetje. A je tipi kështë i aventurave, i one night stands? Po, i kam qef aventurë. One night stand ka ndodhur dhe ato, normalisht, si çdo person i ka ndodhur se cili të gjë, nuk janë gjëra për tu habit, besoj, apo jo? Jo, po, pyetje. Ti ke pasur për vete? Jo. Ti s'ke pasur?
one night stands jo. Desha me të pyet faktikisht, a merresh me një punë aktualisht apo je studente, nuk e di, se si. Qëra, unë jam marrë me modelin. Modelin, po. Në Gjermani kom shku në universitet për zyshe, gjua angleze dhe matematik. Aha, super. Po kështu me punu, gjithë ku mojt ka një punë, për shamu kur kam pas printimi, ka ndodhë për shamu ma herët. Po ku ke qenë e vogël, ke pasur në një histori kështu? Për shamu me 14 vjetë, shkojsha 4 mëngjes, i nevojsha momit, shkojshëm pastrojshëm bashkë. Bravo. Shkojsha në shkollë, mas shkollës, shkojsha prap në punë me momit. Shumë mirë. Kjo është diçka që vlerësoj me vërtet shumë, se ndihmosh familjen është gjë kryesore. Edhe unë, me thonë drejtën, të tregoj një histori kur kam qenë fëmijë. Kam qenë nuk e maj më ndiku të 10-11 vjeç, kemi qenë me shok të lagjës, edhe aty të lagje ime kemi pasur një kështu si tip tregu. Po. Edhe thurëm plani këto, edhe morëm një thes me rroba. Pa lejen as kujt, më kupton? Masa ne kemi dalë aty në rrugë, edhe kemi shtruar ato gjitha gjonët aty, si me qenë shqicat vegjit, shumë nga 10 vjeç, edhe kalonin njerëzit, blenin një gjë që eshim me neve, na thoshim bravo, të punoni, kështu. Edhe në fund ditës pasaj me leket që blenim gjëra për të pirë, për të ngrënë, lotra, kështu. Edhe one, pak ashtëm, në shkollë, momi jam bleke kështu të cigare prej Kosove, apo din. Po. Edhe tani krejt kanë fillu me pi dohan. Pinin dohan, se i kështu si koller. Po, ama jam ka nërmosh. E di, kam parasysh. S'kam mujt mi ble në market. Po, normal, se është me moshë, ti nuk blejen. Në fakt, pa qetin tani që e bleke mo me euro 20 cent në Gjermani. Po. Edhe shisha dje. Shisha në shkollë, ka 10 euro. Dilere djale. Kom su kështu një që kur gjë nuk vjen feshtërnajt edhe... Normalisht, duhet me punu fort me morë atë që duhet. Po, edhe do që me bo shumë sakrifisa për gjonat që i dënë. Ishte kënaqësi që bëm të takime sot bashkë. Shumë. One për vete e shiova shumë. Edhe unë shiova. Njoftova me një onë ndryshe. Jo veç qaj shumë i bukur që ka hiqi nuk i preferën diskotekat. Jem shumë kurioze për mi zbulu këto gjona. Ashtu duhet jesh. Po. Ndërkohë Ketrina vazhdon me provokimet që tashme e kemi parë në një pjesë shumë të mirë të takimeve, që përgjithsisht lidhen me kimin seksuale, fizike që mund të ketë me çunat. Në këtë rast bën të njëjtën gjë me Kevin, përpiqesh ta provokosh. Kevin, edhe pse Ketrina duket sikur i plotson ato parametrat që ti vlerëson tek një vajzë, fizikisht po flasim, ti sërish nuk bie pre. Pse ka shumë vetë kontroll? Po sepse kemi parë shumë gjëra. Nga Ketrina, pra? Të jetë, jo, s'ka lidhje me Ketrina, ka lidhje, kemi kaluar eksperienca, kemi parë edhe mundohem që t'jem sa më i përmbajtur që mos të shkoj diku që bëhet dëm. Kupton, edhe dua që t'jem i qetë, vazhdoj rrugën time me qetësi. Pra nëse ti do të kishe rënë pre e provokimeve të Ketrinës, çfarë do mund të ndodhte, cila është më e keqja, që ti ke parë në historinë e jetës tënde? Po nuk është një dëm i madh, po thjesht, domethënë me u përdor apo ku di una gjëra lojra psikologjike. Pra të dashurohesh dhe të lëndohesh në fund. Po, shumë herë fjala dashuri, po që duhet të më mbajto para se me shku me kalu kohë më shumë me një person, domethënë. Kevin është një libër totalisht i thjeshtë për të lexuar për Ketrinën, sepse është një djalë transparent. Në të mirën dhe në të keqe thot atë që mendon, dhe Ketrina është mjaftueshëm inteligjente sa atë djalë ka lexuar 100%. Mendon se Ketrina e ka në pëllim të dorës, Kevin? Jo, ai është karakter i vështirë në këtë aspekt, po mendoj që nga ana tjetër ama është shumë transparent në gjërat që do, pëlqen, i thot shumë lehtë. Edhe ajo nuk është verbër, e kupton çfarë të zgjatë djalë, e kupton shumë mirë. Unë të them të vërtetën këtë kimin seksuale që the ti e pash në disa momente, po e pash të ndërtuar nga Ketrina.
Pra, ishte Ketrina që stimuloj, se ai vetë shumë... Po, dhe ai ishte shumë i ftohtë përpara përpjekjeve të Ketrinës. Po Ketrina nuk e ndërtoj se i intereson 100% ai. E ndërton sepse ashtu është vetë, ashtu i ndërton raportet. Ashtu do t'i njoj njerëzit duke parë se si reagojnë ata kundrejt ngacmimeve apo kundrejt provokimeve të vogla, apo ka qenë e trequr në krahasime të tjerët me atë, që do thotë në thonjza e ka respektuar pa e ngacmuar në ekstrem, pa e quar në momente që të ndjejnë siklet. Pse, Ketrina? Pse ishte ndryshe këtë radhë me Kevin? Stia që shme përshkru, nuk e di. O ka në përgjësi shumë ndryshe. Edhe muhabetin që e këna bo, ka shku shumë likvide. Tu me kërku ndjes ndaj Kevinit nëse e kom prish takimin. Jo, s'ka problem. Unë po ta kishe prishur takimin, do ta shpreja, pa mërak. O, Kevin, Ketrina e prishi takimin. Taj na thua çfarë mund të bëj Ketrina që ta rregullojmë. Për ty mbase po. Më thua çfarë mund të bëj Ketrina për ty, që ti ta falësh, që ta pranosh. Po jo, po se shikojnë allë dhe mënyrë që po e shikon ti. Jam e bindur që ne mund të bëjmë diçka tani. Ketrina, çfarë do bëje për të rikthyer Kevin e buzëqeshur, se ja hoqe pak buzëqeshja. Jo, jam super buzëqeshur. Jo, po e kisha për qaf. E kishe për qaf? Ani për qafa? Ani do na përqafoj, Ani. Hajde, Ani, hajde. Po pengohet para përshaftimit, Ketrina. Dhe thonë ka një... Ase. Edhe jera e mirë vjen. A mund ta them një gjë? Edhe unë mendoj si Arioni që Kevini në të mira dhe në të këqijat e veta është i vërtet, pra nuk është një djalë që di të bëjë shumë show ose i pëlqen shumë të bëjë show apo ka talent të bëjë show si Albi. Dhe kjo e bën Ketrinën të ndihet e zhveshur para tij dhe detyron të ketë respekt ndaj sinqeritetit të Kevinit, por në gjithë këto muaj ai ka qenë i vetmi që i ka nxjerr një rrëfim super mega të vërtet Ketrinës, që tregon shumë për të kaluarën e saj dhe për njeriu që ajo është. Ajo tha që kur ka qenë e vogël është zgjuar në ora 4 të mëngjesit, ka ikur me mamin e saj për të punuar dhe mbasi ka është kthyer nga shkolla ka bërë po të njëjtën gjë. Pra tregon atë botën e brendshme që të madhe që Ketrina ka, të cilën ajo nuk e nxjerr. Ketrina. Dhe këto janë dhori Kevini dhe mua më bëri shumë përshtypje kjo gjë. Dhe nuk e di pse më bën përshtypje se ata janë një moshë, më bën përshtypje se ato kuptojnë toksicitetin e njëri tjetrit, nuk arrit ta kuptoj pse. Po do ta kuptoj në të ardhmen. Më vjen keq, Ketrina, që në gjithë takimet e tua në këtë program, unë e kam thënë këtë dhe më parë, por asnjë nga djemt nuk ka tentuar të njohë për te Ketrinës së bukur, lozonjare, që ka këto provokimet e veta. Po ti ke bërë një rrëfim shumë të sinqert me Kevin. Tregon që ke punuar që 14 vjeç për të ndihmuar nënën tënde. Do më tregosh pak më shumë? Po, atëherë kena pas probleme financiare. Si të thashë që nuk i kena mo, po, jem shku i kom në mamit, në mëngjes, ta në shkojshë në shkollë, ka ndodhë edhe që ta në detyrat që kom bo në makinë, edhe prapë shkojshë në dimajshë mamit. Zemra vogël. Ti ke qenë vogël atëherë. Kam thënë 100 herë që është vajzë shumë e mirë Ketrina. Si ndihesh Ketrina? Jam dakord që duhet të jesh ndjerë shumë krenare që i ka ardhur nënës tënde në ndihmë, po ndërkohë a ndihesh pak e veçuar nga bashkëmoshatarët e tu që ishe detyruar të punoje? Po se në fakt, më falë. Jo në fakt, o kom pak vështirë sepse që jam rritë në Gjermani, unë i kom pas nota shumë të mira, edhe jam kanë me në shkollë. Nuk është për të thithë lotët, por jam kanë me në shkollë që atë seriozisht ka pas veç thmi që jam kanë Gjerman, që i kanë pas prindrit që atë e mjek, avokat, edhe këti ka pas standartet edhe unë e përshamë atëherë nuk i kom pas. O kam pak vështirë, po. Kjo s'është për të qarë, kjo është për të gëzuar dhe për t'i treguar njerëzve që ti po ishe krah me familjen tënde. Cila ka qenë Ketrina pagesa jote e parë? Me 12 vjetë,
100 euro i ku marrë. Kur ke qenë 12 vjeç? Cila punë ka qenë? 100 euro. 100 euro. Kom shkrip gazeta. Ke shpërndar gazeta? Po. Sa ko ka zgjatur kjo punë? Se di më sakt, e kom ba, sa u kon vera, se dimre të kom pak ftoft. Po mirë, Ketrina, ti ke nisur të punosh për herë të parë 12 vjeç. Pra duke shpërndar gazeta. Dhe pastaj ke vazhduar të punosh deri në ditën që ne flasim për të ndihmuar familjen tënde financiarisht? Po, nëse të kur gjendja përmirësua. Po, e ka ndërtu familja jam ka bli prona, baba jam ka biznes. Ka qenë një moment në jetë i vështira ma Po, kur jam kanë ma e reje. Ama që tasht, alhamdulillah Zotit. Edhe punës, jo Zotit. Po, edhe punës. Ketrina, me bindur që prindërit e tu duhet jenë shumë krenar për ty, edhe për ndihmën që ke ofruar në shtëpi, kur nuk e qenë akoma, kur me të drejtë do doje të shijoje jetën bashkë me bashkëfushatarët e tu, të dilje, të kënaqeshe, jeta nuk ishte aq serioze sa për të punuar dhe për të menduar për të ardhurat. Po, jo, në fakt, që kjo gjë unë kalon pak a shumë më rritë para kohë, sepse adin, këduf mi kuptu da gjona që për në thmina është nuk janë kone interesant, po jam prap falenderuese se kanë limu në jetën teme. Po. Ketrina, shumë e bukur ky rrëfim. Falenderoj shumë që e ndavën. Doja që ta kishte më përpara, po është e vërtet besoj që përputhen është një udhtim, edhe në gjithë këtë rrugtim do mësojmë shumë më tepër për njëri tjetrin. Kevin, ndërkohë ti tregon bashkë me Ketrinën për historinë tënde kur ke qenë i vogël, që bashkë me shokët e tu. Po. Kemi qenë të vegjël, kemi pas një treg aty në lagje. Edhe thurëm një plan se si ta merrnim kështu më qeftas. Pastaj dolëm rrugë atje kështu si ta hapur një second hand shop. Po, second hand, tamam second hand. Third hand që ishte. Edhe na kalonin njerëzit që po ishin vegjël edhe qeshtin kështu blenin gjona na. Edhe në fund ditës pasaj me shoqërinë hanim, pinim, blenim lodra kështu kënaqeshim. Kemi qenë që të vegjël kështu hustler. Kjo ishte, çfarë keni qenë? Hustler. Po ju pse e keni bërë këtë? Ishte për thjesht për të fituar ca para më shumë, nuk ishte për të çuar një ndihmë në shtëpi. Po ishim shumë vegjël për të çuar ndihmë në shtëpi. Zhaku dhe Arioni, me qënë se historia e Kevit nuk është aq frymëzuese, Kevin më vjen keq. Ketrina ka histori më të bukur se ty. Po, Eduard Trokita për historinë e Ketrinës ishte me vërtet shumë prekse. Diku te 12-13 vjeç. Nuk tentova që ti marrë Ketrinës. Merja një biçak edhe kërcënoja njerëzit në rrugë, ti merja lekët atyre. E bëjë të kaluar ajo të kriminali. Kjo është e kaluara. Ore, qa po ndodhë të është e premtër përshirë për mua, se nuk po... Në një moment Megi e besoj vërtet që unë vidhja njerëzit kërcënoja me biçak. Kaluara jo, unë kam shitur kaseta, u kam qenë e vogël. Po dhe e pa nevojshme, po shisja ca kasetat Fadil Hasës, që ja kishte dhënë se baba e dëgja ime njërin personalisht, ishim një fest të madh me kaseta në shtëpi, dhe thjesht i shkonim njerëzve der më der, e bënim fshehurazi këtë, dhe thoshim a donit kaloni ca momente shumë të bukura në praninë e aktorit më të mirë të humorit, Fadil Hasa, i shisnim nga 500 lek deri në 5000 lek. Nuk disave ja falnim. Nuk ka qenë tregti shumë e ndershme. Po Megi bëra edhe ty që të hapesh tash i nxjerrë gjëra të tjera gjatë jetës tënde që ke bërë. Si? Bëra edhe ty që të hapesh të shprehësh gjëra të tjera. Kevin, kjo është superfuqia jote, ke shumë të drejtë. E bëre me Ketrinën, tani e bëre edhe me mua. Faleminderit Kevin. Tash e ka radhën Zhaku. Po, Kevin. Qa tha? Tani e ka radhën Zhaku. Po, Kevin. Po. Vetëm Zhaku që se do. Mirë, tani bëhemi serioz Ketrina dhe Kevin. Ketrina, nuk ti shikoj dot syt me lot. Jam të provu mi hek. Okej. Je më mirë. Po. Thjesht kanë ngelur lotët fizikisht. Po, kam vesh mentale. Do më bëni një vlerësim të takimit tuaj? Në çka? Një vlerësim të këtij takimi. Aha. Po të njëjtën fjali thot ajo, po të dytën herë e kupton. Ti si ka mundsi të parën jo? Jo, se në herë kuptova kërcim, thashë çfarë? Një vlerësim, nëse do kërcim mund ta bëjmë dhe kërcim. Jo, nëse po, ama Mirë, Ketrina vlerësimi,
Kevin, vlerësimet e regjia do na japi magjin. Nëse Ketrina kërkon diçka, Ketrina e merr. Ketrina, ma vlerëso pak takimin me Kevin? Mu më pëlqej shumë. Seriozisht, jam di shumë mirë. E vlerësoj Kevinin si person, unë tërheq si mashkull edhe du me pas takim dytë me ta. Kevin? Në rregull. Në rregull. E pranon takimin? Po, pranon takimin. Mirë. Se çfarë ndërlikuar, kishte shumë drejt Arion. Kevin është shumë i thjeshtë. Pra do kemi dalje të tjera me sy të dyve. Po. Prianës tem po. Masi takoj Aldon, shof edhe dikët. Heja, dhe qa mos fajte. Dhe atë machok blu. Ti i përdorur i mos fol. Machok blu. Ti i përdorur i mos fol. Blu. Mire, mbyllim javën me një premtim për një takim të dytë me Ketrinës dhe Kevit, por sot do t'i rikthehemi diçkaje. Sekret. Dhe kur them do t'i rikthehemi sekreteve. Nga që e mbani të mendju sekretet? Unë e kisha harruar sekretin njësoj si kisha harruar Leonen. Leone, kush është Leone? Leone! Zhaku! Leone! Gjulio, si tabelën, sepse sot të rikthejmë sekretin! Ira rruga këte. Leone në angri nja dy dreka dhe iku. Ndërka, sekreti i kësaj jave, dhe që, si që kam thënë dhe në shumë rastet të tjera, është shumë e rëndësishme që ju të kërkoni për sekretin të bëni hetimet tuaja, sekreti shoqërohet me avantazhe shumë të mëdha në program, prandaj mos e neglizhoni, duhet të bëni punë të madhe përgatitore, gjatë kohës që nuk jeni në program, por edhe kur jeni këtu, edhe në prapasken, të analizoni, të studioni, të lexoni shumë mirë njëri tjetrin për të kuptuar se cili është mbartësi i sekretit. Se kemi konkurrent të rinj, se mos harrojmë. Kemi konkurrent të rinj dhe thënë kjo, ju e dini që avantazhet të mëdha vinë për ju dhe harroni gjithçka që ka ndodhur deri në këtë pikë. Avantazhet nga ky moment e tutje do jenë të jashtëzakonshme. Sekreti është, kemi një parashikim, Zhak, Arion? Po nëse nuk dhe sekretin pra. Për mua është Flori është. Më 100%. Kanë thash një parashikim, se di Flori. Rëmbyer. Jo, ky s'është sekret. Rëmbyer kur kam qenë i e vogël. Ato që kanë mosha më të mëdhaja, që i bie që ka qenë rreth viteve 2000, se më vonë nuk ma merr mendja. Nuk ka ndodhur më rëmbime. Më kanë rëmbyer kur kam qenë i e vogël. Mege në mënyrë të keqe apo në mënyrë të mirë? Nuk besoj Albi që ka një mënyrë të mirë për fjalën rëmbim. Ka vetëm një definicion fjala rëmbim. Nuk kemi të martuar në studio. Ky është sekreti, Arion Zhaku, do jo marr vetëm ju të dyve hipotezat tuaja, sepse nuk kemi kohë të ndalemi të konkurrentët, ndërkohë ata kanë punën më të gjatë në ditët të vazhdim. Cili mund të jetë, cila mbartë si kësi sekrete? Nduena, Andrea? Nduena, mendoj unë. Qisa i mirë, që kanë rëmbyer? Ja, Andrea. Okej, Zhaku? Nduena, ose Flori? Ndelu. Po. Se di se ta kam deformuar në fal. Se di është komplikuar, nuk di të ta them. Do është Antoni. Se ti ke qenë në Itali vllai. Okej, nuk marrin përgjigje Anton, ti akoma nuk e rrahur me sekretet në program. Çfarë? E ke thënë sekretin tënd? Nuk është ky. Konkurrentët e rinj mund t'jenë mbartës të këtij sekreti, ndërkohë ju të vjetrit e dini si funksionon, edhe ju të rinjt kanë përshtypjen e keni parë. Megjithatë, për çdo paqartësi mund t'i drejtoheni produksionit apo të konsultoheni me njëri tjetrin. E rëndësishme është që të gjejmë se kush e ka këtë sekret. Javën e ardhshme. Ndërkohë ne do ta mbyllim. Faleminderit që ishit me ne. Goca, Çuna, Zhaku, Arioni. Jemi kënaqësi dhe privilegj të jemi çdo ditë me ju në ekranin e Top Channel. Bashkë do shihemi të hënën. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë të jashtëzakonshme.